një kontratë patriotike. Janë mbledhur disa patriotë që nuk e dim kush janë, nuk dihet kush janë, sepse nuk janë në fakt, për i vërtetës, edhe kanë grumbulluar $6 milion për të pastruar damkën nga balli i bufit të Knetës, damkën e Shteteve të Bashkuara për korrupsion madhor dhe minim të demokracisë. Po pse duheshin këto $6 milion për këtë damkë, nëse kjo damkë ishte damka e një komploti të Sorosit me mua dhe duke shfrytzuar vullën e Shteteve të Bashkuara? Pse duhej kjo kontratë, pse duheshin këto $6 milion për të vënë në vend një padrejtësi kaq të madhe që u tha se do vijej sapo të vinte në pushtet presidenti Donald Trump? Pse duhej kjo kontratë $6 milion e cila është kuekume lebetitshme se kontrata e Lulit Shkret që u bë copash për të justifikuar ato $500,000 fantazm, edhe ai kështu tha, disa patriota disa patriota për atë parat që ishin të lidhura me Rusinë në atë kohë. Po 500.000, kurse këto janë $6 milion. $6 milion ku pjesë e zjarrit patriotik është edhe sjellja e Latifit në Tiranë për t'i vënë kapelen bufit në kokë. Do me thënë, për të vënë një kapele në kokë që të duket si Trumpi, por versioni më qesharak i mundshëm, Latifi ka marrë pjesën e tij në ato $6 milion. $6 milion që kanë dalë nga barku i Kënetës dhe që synojnë të realizojnë atë që na u tha se ishte tani më një gjë e realizuar.